Tani siç po shihet në seancën e fundit me një agjendë e cila na ka ardhur përpara me disa ligje, ajo që është shumë shqetësuese, ajo e cila është sot brengje secili qytetar të Kosovës që po na ndëgjon, është tema kryesore zgjedhja e presidentit. Para mendoni jemi në ditën e fundit, është ka na përsëritet situata e para disa muajve, ku vim në ditën e fundit dhe ende nuk i dim kush janë kandidat konsensual unifikues të cilët potencialisht mund të marrin 80 vota në kuvend. Kjo situatë na tregon papërgjegjësinë e lartë e shumicës parlamentare, na e vërteton që Kosova është prag zgjedhjeve, po ashtu edhe na tregon për një eksperimentim të vazhdueshëm politik e institucional në një kohë të krizave të mëdha edhe në botë, po në veçanti në Kosovë. Andaj, siç po shihet, kjo seancë do të jetë e rregullt, presim mos do të ketë ndonjë ftesë apo ndonjë emër tjetër. Tahiri po flitet që pas seancës plenare do të ketë edhe seancë për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. A keni ndonjë informacion a e kanë një ftesë të temi që do të ketë një seancë të tillë? Ne nuk kemi asnjë informacion, asnjë informat, asnjë komunikim. Presim çka do ndodh, e kam thënë shtunën edhe sot, po them këtu jemi. Faleminderit.